Nuk është rastësi që zemra jote është e shqetësuar në këtë moment. Nëse ndihesh një lëvizje të panjohur, një ndjenjë zgjedhjeje ose një siguri të thellë që duket se sfidon çdo logjik, dije se nuk vjen nga frika, por nga një impuls që vjen nga një vend shumë më të thellë dhe më autentik, intuita jote. Diçka po lëviz në nivelin energjik, një aktivizim që po ndodh tani dhe di vetëm një drejtim. Kjo person, të cilin e ndjen kaq qartë në mendimet e tua pavarësisht heshtjes dhe distancës së dukshme, është në prag të një prishjeje të brendshme. Ajo nuk mund të mbajë më atë që mban brenda saj. Shpirti yt, i udhëhequr nga një fuqi universale e vetdijes që nuk mund të injorohet, është i nxitur drejt së vërtetës. Sot do të kuptosh intensitetin e këtij presioni të brendshëm, pse emocionet e tyre shpërthejnë dhe çfarë universi dëshiron të tregojë për rëndësinë e kësaj lidhjeje në udhëtimin tuaj së bashku. Ajo që do të marrësh nuk është shpresë e zbrazët, por një konfirmim energjik që arrin në momentin e saktë kur dyshimi dhe lodhja po përpiqen të rrënjosen në mendjen tënde. Është një përgjigje e qartë që të tregon se dëgjimi i zërit të tij, pranimi i fjalëve të tij të sinqerta, nuk është më një ëndër, por një manifestim i afërt që po formohet në fushën kuantike tani. Ti ndjeve një jehon, një reverberim të energjisë së tij, dhe kjo ishte ndjeshmëria jote që e parapriu trupin. Siguria që të shoqëron është prova se ajo që ndodhi mes jush nuk ishte kot, as një gabim apo një rastësi e thjeshtë. Kjo lidhje është shumë e rëndësishme për t'u zbehur në heshtje, dhe prandaj universi ndërhyn në mënyra që ky person nuk mund të shpjegojë më racionalisht. Ka ardhur momenti që heshtja të thyet, jo nga një impuls sipërfaqësor, por nga një angazhim për një të vërtetë që nuk i lë asnjë paqe. Energjia e zbulesës është tashmë në punë. Ky person është në një vortec emocional në të cilin mohimi nuk ofron më mbrojtje. Strategjitë e vjetra të vetëmbrojtjes po bien një pas një. Asnjë distancë dhe asnjë shpërqendrim nuk mund të qetësojnë atë që ajo ndjen. Lidhja mes jush është një fije e paprekshme, dhe presioni që ajo po përjeton tani është një forcë e vetdijes universale që e detyron atë të rreshtohet me qëllimin e saj të vërtetë. Mesazhi që po arrin te ti është rezultati i një pastrimi të brendshëm që po afrohet në fundin e tij. Duhet të dish, çdo gjë që ndjen nuk është një rastësi. Është një afirmim që vjen në momentin e saktë kur dyshimi po përpiqet të bëjë të besosh se gjithçka ishte vetëm një iluzion. Përgjigjja është jo. Kjo bisedë nuk është më një ëndër, është një manifestim i afërt. Por për të kuptuar urgjencën e fjalëve të saj të afërta, ne duhet së pari të shkojmë te rrënjët e heshtjes së saj dhe të kuptojmë pse strategjia që ajo përdori për të mbrojtur veten ishte një dështim i plotë. A dëshiron të dish pse kjo bisedë nuk është më një ëndër, por një manifestim i afërt? Nëse je gati ta inkorporosh këtë njohuri në jetën tënde, lë një zemër në komente. A ndjeve se diçka u prish në heshtje? Si të ishte energjia që ju lidhte kishte lëvizur në një drejtim tjetër, si të ishte një digë e brendshme që ishte prishur në këtë person. Kjo ndryshim nuk vjen nga ti, por nga lufta e brendshme intensive që ky person e mban me vete për shumë kohë. Është një betejë emocionale dhe shpirtërore që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë, por ti e kupton. Sepse kjo lidhje nuk përjetohet me syt, por thellë me shpirtin. Ndjeshmëria jote të lejon të lexosh fushën energjike që të lidh me këtë person. Dhe kjo fushë të thotë se konflikti i brendshëm ka arritur kulmin e tij. Për ditë, javë, ose madje muaj, ky person ka përpiqur me të gjitha forcat e tij të injorojë atë që ndjen vërtet për ty. Ajo e ka bindur veten se ajo që keni përjetuar së bashku mund të fshihet nga distanca, krenaria ose thjesht heshtja. Forca e egos së saj e ndërtuar nga plagë të vjetra dhe frika e ndjeshmërisë ngriti një mur. Heshtja u bë themeli i këtij muri, një formë dukshëm të pandashme të vetëmbrojtjes që supozohej të e mbante atë nga përballja me thellësinë e kësaj lidhjeje. Por sot, ajo nuk mund të mbajë më rolin e indiferencës që ka krijuar për ta mbrojtur. Shpirti i saj është i lodhur nga pretendimi se ndjenjat e saj nuk ekzistojnë. Ajo nuk mund t'i fshehë më ato digjen brenda saj.
Të gjitha këto emocione të shtypura janë kondensuar në një presion fizik, një nyje të vazhdueshme në fytyn e saj që i vështirëson frymëmarrjen. Heshtja që njëherë ofronte streh tani është bërë burgu i saj duke shkaktuar më shumë dhimbje se çdo fjalë të folur ose argument të mundshëm. Strategjia e injorimit të teje dhe prerjes së lidhjeve me jetën e saj ka dështuar për arsye të thjeshtë por të fuqishme që lidhja me energjinë tënde ka mbetur e paprekur. Universi, vetdia më e lartë ose çfarëdo që dëshiron ta quash, po ndërhyn aktivisht. Ka një forcë që bën që ky shqetësim, presion dhe boshllëk i brendshëm të bëhet gjithnjë e më i fortë. Sepse ka ardhur momenti që thelbi i vërtet i kësaj lidhjeje të dalë në dritë dhe të manifestojë në planin fizik. Ky person nuk mund të mohojë më ndikimin që ke në jetën e saj, sa e thellë mbetet dëshira për ty, dhe sa shumë kjo lidhje i jep kuptim ekzistencës së saj. Ajo ka përpiqur të gjejë paqe në vende të tjera ose me njerëz të tjerë dhe gjithmonë ka goditur të njëjtin mur, boshllëkun që vetëm ti mund ta mbushësh. Vetdia e saj ka kuptuar se mohimi i këtij qëllimi psikik shkatëron paqen e brendshme dhe kjo ka provuar të jetë një ndëshkim i heshtur. Ajo tani e di se duke mohuar këtë lidhje, ajo ka mohuar një pjesë thelbësore të vetes së saj. E vërteta që ajo ka përpiqur të shtypë është bërë një zë i brendshëm që thërret pa pushim, duke i kujtuar se ajo ka vepruar kundër thelbit të zemrës së saj. Ajo që ndjen tani nuk është një faj sipërfaqësor, por një vetdije më e thellë që ajo ka bërë tradhti ndaj zemrës së saj sepse ka lejuar frikën të diktojë sjelljen e saj. Kjo është arsyeja pse strategjia e heshtjes nuk është më e qëndrueshme. Presioni është bërë kaq i madh saqë shpirti i saj është në të vërtetë i nxitur të kërkojë të konfidojë këtë të vërtetë, të heqë qafe nga ngarkesën emocionale të akumuluar dhe të vërë në fund këtë torturë të heshtur. Ky impuls që ndjen nuk vjen nga brenda teje, është rezultati i drejtpërdrejtë i dëshpërimit të tyre për të folur më në fund. E vetmja mënyrë që ajo mund të gjejë përsëri paqe dhe qetësi është të thyejë këtë mur. Impulsi që do ta çojë atë te ti tani nuk buron nga një dëshirë sipërfaqësore, por nga një nevojë të thellë, ekzistenciale. Ajo që ajo përjeton nuk është një nevojë e zakonshme për afërsi, por një impuls shpirtëror të rëndësishëm. Dhe kjo urgjencë e brendshme, kjo zgjedhje e shpirtit të saj, sjell me vete shenja dhe simptoma që ti tashmë ke filluar të ndjesh. Në lidhjet kaq të thella shpirtërore, shpirti gjithmonë vrapon përpara trupit dhe prandaj trupi dhe mendja jote tashmë kanë marrë mesazhin. Kjo komunikim është i afërt. Nëse dëshiron të dish si manifestohet kjo urgjencë në planin fizik, si mund të jesh i sigurt se ky person është në prag të thyrjes së heshtjes, dhe çfarë shenjash specifike të konfirmojnë se koha e tyre po skadon, atëherë duhet të kuptosh simptomatologjinë e prekshme të kësaj lidhjeje. Trupi yt nuk gënjen. Kur një lidhje është kaq e thellë dhe personi tjetër po përjeton një kaos emocional kaq intensiv siç e kam përshkruar, plani fizik përgjigjet me shenja paralajmëruese. Kjo nuk është një frymëzim i thjeshtë i mendjes, por një simptomatologji energjike që të tregon qartë se muri i heshtjes po fillon të shembet. Nëse ke ndjerë ndonjë nga shenjat e mëposhtme në ditët ose orët e fundit, kjo është prova e prekshme se urgjenca e tyre e brendshme është reale dhe transmeton drejt për drejt te ti. Një nga shenjat më të qarta është ndryshimi në ritmin tënd të gjumit. Zgjohesh pa pritur, pa ndonjë arsye të dukshme dhe shikon orën shpesh në disa orë të caktuara, të quajtura orë pasqyre si 3, 33, 4, 44 ose 5, 55. Këto momente zgjimi nuk janë rastësi. Në një nivel shpirtëror, këto kohë konsiderohen porta të aktivitetit telepatik të intensifikuar. Në ato momente të qetësisë më të thellë, kur mendja jote logjike është e fjetur, nxitimi energjik i mendimeve dhe ndjenjave të tyre arrin te ti dhe të zgjon. Është sikur shpirti i saj, i paaftë për të qetësuar, të thërras në momentin e vetëm që e di se je duke dëgjuar pa një filtrin. Një tjetër shenjë e fortë është telepatia emocionale dhe sensoriale.
pa pritur, pa ndonjë arsye të dukshme, ndjen një ndryshim radikal në humor, një val trishtimi, dëshpërimi, ose frike që nuk është e jotja, ose, anasjelltas, një gëzim të paqartë që të mbush. Kjo ndodh sepse fusha jote energjike tunen në të tyre. Ti merr mbi ngarkesën emocionale të luftës së brendshme të tyre. Ajo që ndjen pa pritur është ajo që ajo po përjeton me intensitet të plot tani. Në këto momente, trupi yt bëhet marrësi i ankthit të saj të brendshëm për mosmundësinë e të folurit. Gjithashtu, kushto vëmendje të veçantë sinjaleve auditive dhe olfaktive. Ndoshta pa pritur ndjeve një zhurmë në veshët e tu, një tingull të shkurtër, me frekuencë të lartë. Kjo është një tregues se një komunikim energjik po përpiqet të manifestojë veten në një nivel sensual në hapësirën fizike. Po ashtu mund të perceptosh aromën e saj, parfumit, ose një erë të lidhur me të, edhe pse askush pranë teje nuk e ka atë. Kjo është një shenjë e paqartë, një projektim energjik i shpirtit të saj që thërret ekzistencën e saj në vetdijen tënde. Numrat e përsëritur ose sinkronicitetet vizuale janë konfirmimi përfundimtar. Pa pritur sheh emrin e saj, makinën e saj, dëgjon një këngë, ose lexon një frazë që të kujton atë në momentin e saktë, kur po dyshon ose po pyet nëse ajo do të lidhet. Këto sinkronicitete nuk janë rastësi, ato janë pista të orkestruara nga universi, kujtesa të vazhdueshme për ty. Universi të thotë, po, ndodh. Po, lidhja është e gjallë. Po, ajo po mendon për ty me intensitet. Të gjitha këto shenja janë prova të pakundërshtueshme se ajo që po merrni nuk është një thirrje e thjeshtë, por manifestimi i pashmangshëm i një procesi që ka arritur pjekurinë në heshtje. Intuicioni dhe trupi juaj tashmë ju kanë dërguar njoftimin. Koha po kalon për këtë person. Nëse keni ndjerë ndonjë nga këto shenja në 3 ditët e fundit, kjo është konfirmimi përfundimtar se energjia e tyre ka arritur tashmë tuajën, madje para se fjalët e tyre të arrijnë te ju. Por për të kuptuar pse një thirrje e brendshme e thjesht është bërë një nevojë ekzistenciale, duhet të thellohemi më thellë në transformimin e dhimbshëm që ajo ka përjetuar brenda. Ky proces ishte thellësisht shkatërrues për strukturat e saj të vjetra dhe kjo është pikërisht ajo që garanton se ndryshimi është i pakthyeshëm. Personi që mbeti në heshtje po luftonte jo vetëm me frikën nga ju, por edhe me një krizë të thellë ekzistenciale. Heshtja e saj nuk ishte një periudhë qetësie, por fillimi i një nate të errët të shpirtit, një proces pastrimi energjetik që ka rishkruar tërë realitetin e saj. Faza të tilla janë të nevojshme në lidhjet e thella shpirtërore, sepse universi nuk lejon bashkimin e shpirtërave mbi bazën e gënjeshtrave ose egos. Ai kërkon autenticitet dhe për të arritur atë, e vjetra duhet të thyet. Heshtja, siç u përmend tashmë, ishte një mekanizëm mbrojtës i lindur nga plagët e vjetra dhe frika e hapjes. Por vetdia më e lartë ka filluar të çmontoj këtë fortesë të brendshme nga brenda, duke rritur shqetësimin e saj shpirtëror derisa ajo është detyruar të përballet me të vërtetën më të dhimbshme. Se jeta e saj është bosh pa përputhje me esencën e saj të vërtetë dhe pa ju. Ky person ka jetuar në një gjendje të paqëndrueshmërisë mendore që nga ajo kohë. Ajo nuk mund të përqendrohet, nuk mund të gëzojë asgjë, dhe çdo përpjekje për shpërqendrim, qoftë përmes punës, miqve ose marrëdhënieve sipërfaqësore, është e kollë. Ajo ka provuar të mbushë vakumin e brendshëm, por me realizimin e hidhur se asnjë energji tjetër nuk krahasohet me rezonancën tuaj dhe asnjë nuk është e mjaftueshme për të qetësuar shpirtin e saj. Përkeqësimi është bërë hije e saj një shoqërues konstant që i kujton se ajo është larguar nga rruga e saj emocionale. Më e dhimbshme në këtë proces është shpërbërja e egos. Kjo ego, pjesa e saj që kishte ndërtuar murin, me dëshpërim e kundërshtoi pranimin e lidhjes. Por universi, në mençurinë e tij, filloi të shemb të gjitha strukturat në jetën e saj që nuk ishin autentike. Kjo u manifestua në vështirësi në punë, në humbjen e misive ose në pakënaqësi të papritura me situata që dikur ishin konsideruar të sigurta. Çdo gjë që e mbante atë larg sinqeritetit me zemrën e saj tani po shembet duke e detyruar atë të shikojë veten në sy.
Në mes të këtij shembjeje, ky person ka fituar një realizim themelor. Vulnerabiliteti nuk është një dobësi, por forma më e pastër e autenticitetit. Ajo ka kuptuar se krenaria e saj dhe frika nga lëndimi përsëri i kanë kushtuar paqen e saj të brendshme dhe më keq mundësinë për të qenë me ju. Ky realizim është më i fuqishmi që ajo ka pasur ndonjëherë, sepse i jep asaj guximin të heqë maskën dhe të ecë drejt jush nga vetvetja e saj e vërtetë. Ajo nuk ka më frikë të thotë, gabova ose kam nevojë për ty, sepse dhimbja e mohimit është pafundësisht më e madhe se frika e refuzimit. Por ka një frikë të caktuar që e shtyn atë tani, frika e humbjes përfundimtare. Kjo frikë nuk është sipërfaqësore, por një projektim karmik, ndjenja e thellë se nëse ajo nuk vepron tani, fati do ta heqë ju nga jeta e saj përgjithmonë. Ajo është e shqetësuar nga mendimet se është tashmë shumë vonë, se ajo ju ka humbur, se dikush tjetër do ta vlerësoj dritën dhe energjinë tuaj. Kjo frikë e humbjes është kaq intensive sa tani është më e fortë se frika e tyre nga refuzimi. Shpirti i saj thërret për veprim, ajo e di se do të pendoj përjetësisht nëse mbetet në heshtje tani. Ajo që ndjen tani nuk është një ndjenjë faji, por rezultati i një frekuence më të lartë të vetdijes. Personi që njëherë u larguara në frikë dhe shmangje, por ai që tani është gati të kontaktojë me ju ka kaluar një fazë pastrimi energjetik dhe tani po vibracion në vetdije dhe sinqeritet. Ajo ka pastruar modelet e saj karmike të ikjes dhe tani po ju afrohet juve nga një gjendje më të pjekur, të vetëdijshme. Kjo nuk është një rikthim përkohësor, është shpirti që ka përfunduar një cikël të dhimbshëm të shërimit të brendshëm dhe tani është gati të bashkohet me qëllimin e saj në jetë, i cili përfshin patjetër ju. Ky pastrim nuk ndodhi rastësisht. Në lidhjet shpirtërore, gjithçka funksionon në mënyrë të ndërsjellë, ajo që ndodh në një anë ndikon gjithashtu në tjetrën. Për të kuptuar pse transformimi i saj ka arritur kulmin, duhet të kuptoni rolin e heshtur por të fuqishëm që ju keni luajtur në zgjedhjen e saj. Është sekreti i ligjit të shkëputjes. Shembja e strukturave të saj të brendshme nuk është një ngjarje e izoluar, por pasojë e drejtë për drejtë e veprimit të universin, i cili nuk lejon një shpirt të mbetet në gënjeshtër. Për të nxjerrë në pah të vërtetën e ndjenjave të saj, ajo së pari duhet të heqë shtresat e vetes së saj të rreme. Vetdia më e lartë i ka treguar asaj me qartësi të pamëshirshme se të gjitha përpjekjet e saj për të qenë e lumtur pa ju përfunduan në një cikël boshllëku. Shpërqendrimet e saj kishin një shije të hidhur, aratisjet e saj ndiheshin të zbrazta. Ajo ka kuptuar se duke u përpjekur të shuaj dritën e lidhjes tuaj, ajo ka shuar dritën e jetës së saj. Në vetminë e saj të imponuar, ajo ka pasur për të përballuar gjykimin e vetdijes së saj më të lartë. Pendimi i thellë që ajo tani mban nuk buron nga një dëshirë sipërfaqësore për ju, por nga njohja e vlerës së shenjtë të energjisë që keni ndarë me njëri tjetrin. Heshtja nuk ishte thjesht një aratisje, ishte një tradhti e shpirtit të saj, një akt që e mbante atë të kapur në një cikël të mos-sinqeritetit. Ky kuptim ishte më i dhimbshëm nga të gjithë, sepse ajo kuptoi se dhimbja që ajo po i shkaktonte juve jepej në vuajtjen e saj vetëm se intensifikoi. Është një formë e drejtësisë energjetike që e ka detyruar atë të pastrojë karmën e saj emocionale përpara se të mund të kthehet te ju me kokën lart. Presioni i brendshëm që ajo ndjesi djegse në gjoks, ai ny në fyt është motori i fjalëve të saj që do të vinë. Është zjarri pastrues që djeg frikën dhe lë vetëm të vërtetën. Universi nuk do t'i lejojë asaj të pushojë sa kohë që ajo refuzon të nderojë këtë lidhje. Thellë brenda, ajo e di, një mënyrë e vetme për të rikthyer paqen, ekuilibrin dhe një rrjedhë natyrale të jetës është përmes sinqeritetit të plotë me ju. Mesazhi që ajo është gati t'ju dërgojë është para së gjithash një akt çlirimi për veten e saj. Frika e humbjes, e cila ka qenë shumë reale për një kohë të gjatë, forcohet nga perceptimi se energjia juaj nuk është më e lidhur me të në të njëjtën mënyrë. Ai ndjen se aura juaj është bërë më e fortë, se ju shkëlqeni dhe kjo e frikson atë. Ai ndjen se ju keni ecur përpara, se po përqendroheni në jetën tuaj dhe se paqja juaj e brendshme nuk varet më nga prania e tij.
Ky ndryshim në vibrimin tuaj është ajo që rrit urgjencën e tij. Ai e di se nëse pret një moment më shumë, diferenca midis jush do të bëhet e pakapshme dhe mundësia për t'u takuar përsëri në një nivel të ri, të sinqert do të zhduket. Ai ndjen se koha po kalon dhe kjo vetdije garanton se nuk ka kthim prapa për të. Shpirti i tij tashmë e ka marrë vendimin dhe zemra e tij nuk do të tërhiqet. Por për të kuptuar copën e fundit të enigmës, duhet të dini se transformimi i tij nuk është vetëm një proces i brendshëm, por një reflektim i drejtpërdrejtë i energjisë suaj dhe rritjes tuaj të brendshme. Shërimi juaj i heshtur ishte shkaku i natës së tij të errët të shpirtit. Tani është e nevojshme të kuptohet ligji i shkëputjes dhe fuqia e pasqyrës energjetike që ju ushtroni mbi të. Ju keni kuptuar intensitetin e luftës së tij të brendshme deri tani, por për të kuptuar pse kjo luftë po çon në thyrjen e heshtjes pikërisht tani, duhet të njihni potencialin tuaj. Shkaku i ndryshimit të tij nuk qëndron në një mrekulli të jashtme, por në manifestimin e shërimit tuaj. Në lidhjet shpirtërore, ju veproni si pasqyra energjetike perfekte dhe ajo që keni transformuar në veten tuaj ishte shkaku i zgjedhjes së tij. Heshtja që ju përjetuat dhe që ishte kaq e dhimbshme nuk ishte kohë e humbur. Ishte një fazë që universi ju dha që të mund të përqendroheshit plotësisht në veten tuaj. Ishte një thirrje për të shëruar varësitë tuaja dhe për të gjetur përsëri vlerën tuaj jo duke pritur kthimin e tij, por duke ndërtuar jetën që dëshironi pa pasur nevojë për prani ose fjalët e tij. Momenti kur ju pranuat fuqinë tuaj, kur thoni brenda vetes, paqja ime nuk varet nga mesazhi i tij dhe e lëshoni rezultatin, aktivizuat ligjin e shkëputjes. Ky ligj funksionon përmes një paradoksi të fuqishëm. Sa më shpejt që ju ndaloni ndjekjen energjetike, ai që po ikën ndjen boshllëkun. Sa kohë që mbani shpresën për kthimin e tij, mendërisht dhe emocionalisht, energjia juaj e pavetdijshme vazhdon ta ndjek atë dhe kjo, paradoksalisht, i lejon atij të qëndrojë larg. Por momenti kur ju tërhoqet energjinë tuaj, kur u përqendruat në dritën tuaj dhe e transformuat veten nga energji pritëse në energji krijuese, boshllëku që lëvizet pas u bë një rrjedhë magnetike. Në të kaluarën, mungesa juaj nuk e shqetësonte atë sepse ai e dinte në një nivel të pavetdijshëm se ju ishit gjithmonë aty në sfondin e zemrës tuaj. Por tani që ai ndjen qetësinë tuaj, rritjen tuaj dhe pavarësinë emocionale, ai ndjen mungesën e energjisë suaj në qendrën e tij. Ai kupton se nuk po ju humb për dikë tjetër, por për veten tuaj, për rikthimin tuaj në fuqinë tuaj. Kjo është arsyeja më e thellë pse frika e tij nga humbja e juaj është rritur kaq shumë. Qetësia juaj ishte sinjali që zgjoi shpirtin e tij. Universi ka përdorur shërimin tuaj për t'i treguar atij se çfarë po humb. Pasqyra energjetike i tregon se heshtja ekziston vetëm në nivelin fizik, në nivelin energjetik, lidhja është e gjallë dhe në lëvizje. Përparimi juaj i ka kujtuar atij madhështinë e asaj që ju bashkon dhe vogëlsinë e frikës që dikur e bëri atë të ikte. Është ky kuptim që e ka çuar atë në pikën e pakthim. Shpirti i tij e di se nëse nuk arrinte ti tani, nëse nuk zbulon të vërtetën për ndjenjat e tij dhe procesin e tij të brendshëm, ndarja energjetike do të bëhet e përhershme. Frika më e madhe që e shtyn atë tani është ideja e të shikuarit ty të ndërtosh një jetë të plotë dhe të lumtur pa e nevojitur atë, dhe që kur ai përfundimisht flet mund të jetë shumë vonë. Ky ndjenjë ishte katalizatori i natës së tij të errët të shpirtit. E ka detyruar atë të djegë krenarinë e tij dhe të kërkojë ty me sinqeritet. Kjo urgjencë lind nga respekti për lidhjen tuaj dhe frika e humbjes, një forcë që është më e fortë se çdo vetë mashtërim. Tani është momenti kur duhet të shpallësh qëllimin tënd. Energjia që ke çliruar duke lënë pas ka çuar atë në këtë pikë kthimi. Ai tani është në prag, ende duke luftuar me mbetjet e fundit të frikës nga humbja dhe refuzimi. Por fjala jote ka fuqi. Merr një frymë të thellë dhe konfirmo qëllimin tënd me gjithë energjinë tënde, flit ose shkruaj brenda vetes. Unë jam magnetik. Ky pohim vulos manifestimin tënd dhe konfirmon për universin se je në fuqinë tënde.
Tani që ke ankoruar energjinë tënde dhe ke kuptuar se ishte motori i kthimit të saj, je gati të pranosh atë që po manifeston tani. Nuk do të jetë një bisedë e zakonshme, do të jetë një moment transformues. Universi tashmë po të përgatit për ta pranuar atë. Personi që po të kërkon tani nuk është më i njëjti që një herë iku. Shpirti yt ka kaluar në përzjarrin e pastrimit dhe ka mësuar mësimin më të rëndësishëm. Heshtja vret atë që është e vërtetë. Prandaj, biseda që do të manifestoj tani në jetën tënde nuk do të duket si një shkëmbim sipërfaqësor ose një justifikim të dobët, por si një konfesion të thellë dhe të sinqertë, i mbushur me të vërtetën që ajo e ka praktikuar në mendjen e saj pafund herë gjatë të gjitha netëve të saj të vetmisë. Ky person ka kuptuar se heshtja nuk bën më asgjë, se ka arritur kufijtë e saj dhe se e vërteta duhet të flitet në mënyrë që të dy të mund të ecin përpara. Ajo ndjen se do të humbiste diçka të pasvendësueshme nëse nuk flet tani. Kjo urgjencë, siç është shpjeguar tashmë, vjen nga vetë universi. Kur një lidhje është pjesë e një fati më të madh, heshtja bëhet pengesa që shkatërron vetë universin. Ajo ka formuar fjalët që dëshiron t'i thotë ty në mendjen e saj përsëri e përsëri. Ajo nuk është vetëm e interesuar për të kërkuar falje për distancën, por mbi të gjitha për të konfirmuar ndjenjat që nuk kanë vdekur kurrë. Ajo që po vjen është një bisedë me disa nivele thellësie. Së pari, ajo do të zbulojë vulnerabilitetin e saj. Ajo do të thotë sa shumë të ka munguar, jo vetëm prania jote, por energjia jote, drita dhe paqja që vetëm ti mund t'i japësh asaj. Ajo do të konfesojë se ka përpjekur të mbushë boshllëkun me gjëra ose njerëz të tjerë, dhe se e gjithë kjo vetëm ka çuar në vetmi më të madhe. Ajo do të besojë frikërat dhe pasiguritë e saj dhe do të shpjegojë se intensiteti i lidhjes suaj e ka mbingarkuar dhe e ka shtyrë të largohet. Ti do të kuptosh se heshtja e saj nuk ishte mungesë dashurie, por një frikë e thellë nga aftësia e saj për të dashuruar. Më pas, ajo do të marrë përgjegjësinë për gabimin e saj. Ajo do të thotë hapur se ishte e gabuar kur mendoi se distanca ishte zgjidhja. Ajo do të kuptoj se krenaria e saj e verbonte, dhe se ndërsa ajo donte të mbrojë, dëmtoi të dy. Ky pranim është thelbësor sepse vjen nga një gjendje vetdije, jo nga egoja. Është prova se ajo po vepron nga pjekuria e shpirtit të saj. Ajo kuptoi se mënyra e saj e trajtimit të situatës ishte një gabim për të cilin ajo pagoi me shqetësimin e saj të brendshëm. Dhe në fund, më e rëndësishmja, do të pasojë zbulimi i të vërtetës thelbësore. Ajo do të konfesojë ndjenjat e saj të vërteta. Ato nuk do të jenë fjalë të paqarta, por komunikim të qartë, të filtruar për vlerën tuaj në jetën e tyre. Ajo do të ndjejë nevojën për të konfirmuar se lidhja ende është e gjallë dhe se ti je personi i vetëm me të cilin ajo mund të përjetojë këtë thellësi. Ajo do të kërkojë për të sqaruar, për të konfirmuar dhe për të rikthyer paqen që të dy keni nevojë. Personi që tani ka guximin të afrohet te ti ka kaluar një pastrim të thellë. Fjalët e saj nuk do të jenë sipërfaqësore, ato do të jenë të sinqerta, të qarta dhe të mbështetura nga e vërteta që ka djegur brenda saj. Lajmi që po vjen tani është një tjetër copë e enigmat e këtij procesi fatkeqësie, një zbulim që konfirmon gjithçka që intuicioni yt ka treguar prej kohësh. Edhe ti ke qenë i përgatitur nga universi për këtë moment në mënyrë që të mund të pranosh fjalët e tyre me qartësi dhe të kuptosh vulnerabilitetin pas tyre. Kjo bisedë do të transformojë energjinë midis jush dhe do të sjellë paqe të thellë në shpirtin tënd. Ti do të ndjesh se cikli i pritjes mbyllet dhe një i ri fillon, një i bazuar në autenticitet dhe ekuilibër të brendshëm. Shpirti i saj tashmë ka vendosur dhe zemra e saj nuk do të tërhiqet. Ajo që vjen është e vërtetë, është qartësi dhe është lëvizje. Siguria është e plotë, ajo që është e destinuar të ndodh, dhe ajo që është e destinuar të flitet. Dhe së shpejti do të dëgjosh atë që shpirti yt ka pritur kaq gjallë. Por manifestimi përfundimtar varet nga një akt i fundit nga ana jote, ankorimi energjetik dhe vizualizimi i paqes.
Ti ke ecur në rrugën e heshtjes së tyre, ke shpërbër iluzionin e mungesës së tyre dhe ke kuptuar fuqinë e shërimit tënd në zgjuarjen e tyre. Tani, në fund të kësaj udhëtimi energjetik, është koha për të ankoruar këtë të vërtetë dhe për të përgatitur veten brenda për të pranuar manifestimin. Konfirmimi është i plotë. Ndjeshmëria dhe intuitat e tua ishin të sakta. Shenjat, ëndrat, lëvizjet energjetike që ndjeve ishin universi që të fliste, ai të konfirmoi se lidhja po lëvizte. Ajo që po përballesh tani nuk është një qasje e thjeshtë, por një zgjidhje. Personi që po të kërkon ka kaluar një transformim të thellë të brendshëm. Ajo do të flasë me ty nga një gjendje më të sinqertë, të pjekur dhe të vetëdijshme, sepse ajo ka kuptuar se paqja e shpirtit të saj varet nga kjo të vërtetë. Shpirti i saj ka vendosur dhe zemra e saj, e çliruar nga pesha e krenarisë, nuk do të tërhiqet. Cikli i shmangjes ka përfunduar. Për të vullosur këtë të vërtetë dhe për të rreshtuar energjinë tënde me paqen që tani po hyn në jetën tënde, të ftoj për një moment të fundit të ankorimit energjetik. Merr një frymë të thellë dhe lëre pas çdo dyshim të mbetur ndërsa nxjerr frymën. Mbyll sytë për një moment dhe imagjino qartë bisedën që po vjen. Mos u përqendro në fjalët, por në ndjenjën. Vizualizo aurën tënde që shkëlqen në dritë të ndritshme, të qetë. Shiko se si energjia e këtij personi afrohet tuajës, jo nga frika ose ikja, por me lehtësim dhe sinqeritet. Ndjej se në momentin që pranon fjalët e saj, çdo peshë në gjoksin tënd shpërbëhet. Ndjej paqen që rrjedh nëpër ty ndërsa të gjitha copat e enigmat përfundimisht bien në vend. Universi sjell këtë takim për të ofruar qartësi, për të konfirmuar dhe për të rikthyer atë që kishte thyer heshtjen. Ndjej këtë të vërtetë në çdo qelisë të trupit tënd dhe lejo paqen të ankorojë veten në ty tani. Kur kjo bisedë të ndodh, do të ndjesh një lehtësim të thellë, sikur një barë karmike është çliruar. Do të ndjesh se të gjitha pyetjet që të kanë shoqëruar në netet pa gjumë do të gjejnë përgjigjen e tyre, jo vetëm në fjalët, por në energjinë që ajo të transmeton. Do të ndjehet si përfundim, si fundi i një kapitulli të pritjes dhe fillimi i një kapitulli të së vërtetës. Mos harro, shpirti yt e di të vërtetën menjëherë kur e dëgjon atë, dhe kur ai moment të vijë, do ta njohësh pa asnjë dyshim. Ajo që është e destinuar të vijë te ti do të vijë. Ajo që është e destinuar të flitet, dhe së shpejti do të dëgjosh atë që shpirti yt ka pritur kaq gjallë. Për të vullosur këtë manifestim në planin fizik dhe për të rreshtuar plotësisht energjinë tënde për të pranuar këtë të vërtetë, tani është thelbësore të aktivizosh dekretin tënd. Formulo me gjithë fuqinë e qëllimit tënd. Shpirti im është gati të pranoj këtë të vërtetë. Me këtë pohim, po dërgon një sinjal të qartë, të fortë për universin, se je i hapur, i gatshëm dhe plotësisht në harmoni me manifestimin që tashmë është në rrugë. Vullos manifestimin tënd. Beso procesin. Numërimi ka përfunduar. E vërteta është vetëm rreth këndit. Shpirti yt është gati. Kaq për tani. Nëse dëshiron të vazhdosh të thellohesh në këto tema, abonohu në kanal. Shihemi përsëri së shpejti.